Zit mes dy vendeve, ose një vend mes dy vendeve. Qa nën kupton këtë kjo? Nën kupton se jeta e Barreza, ose bota e Barzahut, është një botë e cila ka të bëj, ose është në mes të dy botave, ka lidhshmëri edhe me këto knej, ka edhe me ato anej, po megjithatë është botë e veçantë, kryesisht, sipas shumë konstatimeve, është botë shpirtënore, edhe gjithçka që lidhet është botë e shpirtit. Edhe kemi shpjegu sot një javë që del jashtë parametrave të kohës. Është përtej kohe. Nuk e llogarit koha. Njerëz që vdesin, nuk e din që sa janë vdek. As nuk mund e përcjellin kohën kënej. Domethënë janë një botë e cila është e pezulluar ose e stopuar prej veprimit kohë ose ligjit kohë. Ina me të shpjegu sot dy gjëra. Para ina me të shpjegu kush e kena shpjegu botën e Vareza, po s'kena marrë vesh njerëz që vdesin, ku jesin? A hin tokë, a shkojnë xhenet, a jesin qiell. Edhe ina me të qyr dytën. A munën gjallët me ish dhuru diçka të vdekurit, për punëve të mira. Çto dy çështje po i trajtojna bashkë. Para se me hin këto dy çështje, e lexova një tregim më vonë për shtypje. Ka desh Zoti me mshef prej nesh momentin e vdekjes, ashtu është urtësia e tij, nuk e dim kur kemë vdek. Mendojsha tu përgatit me pas ditë që kemë vdek. Bova ki shprish jeta. Pse? Se për shembull sot ki darsur, nesër kemë vdek. Po me pas ditë s'kish mujt kush me bë darsur. Po s'pe dim, po dalldisun mirë tani nesër. Po me pas ditë për shembull që sot e kemë darsur, nesër kemë vdek. A kishim mujt bu gëzuar me i bë gëzimet. Domethënë, kjo është njëra prej urtësive se ka mundësi kur të kishe pa që në filan rrugën kime dek, në e famdeshën, si kishe ra koronesh, paralizu jeta. Për ata ka desh Zoti me majtë më sheft momentin e vdekjes që jeta me vazhdu këtë normal, derisa të takohesh në vdekjen. Një mret e ke zhrok halli trashësia mbi pesha, e i mlidh krejt me hoxhallare me të s'më kemi majtë të dijet atë këtu, s'yrzej ke pesha, nuk zbret ken peshën. E apo i njërit meshëm, thot one ja hiku kilogram mretë. E vjena e ty thot, si mjek popullor qështu, thot po, unë thot nuk kam i lash për momentin. Thot po une jam pak si një, pak, si faltor jam pak. Po shkoj sonë të po këshyri pak për ty, po hija t'jen ato falat e mija, po këshyri që shiki ma betet, e nestra vi të kalzaj. Shkona i flanat nata i doktori mjeku popullor, edhe vjen të nesrit i thët, jem hinat botën tone, po më vjen kes me thonë vesh 30 dit i ki jetë vesh këtë dvje. Mas 30 dite të vdes. Thot edhe, ti së mbeson mu, sigurisht, që dënë më mbesu mirë, që s'dënë më mbesu, nalëm këtë në pallat, edhe pritëm 30 dit, që vdes, që s'vdes, dënëm që s'ja kom qëllu. Dënëm e ki leje në plot me më dënu, edhe nalëm pallat 30 dit. Ja nis mreti qatë natën e parë, 30 dit, e mur kalendarin, një laps edhe ditës parë, rumullak së u shkëll. Po, para me ndonë e prokupimin e derdhen e halën e sikletin e hajt. Edhe tha, në jesit kur erdh, do grami këshin shku gjithë natën pa flajte. Ditën e dytë, që ashtu të ju shkri vjami, të ju shkri kur o bon 30 dit, tha jam vetja, me vijen trupit, me e krejt. 31 s'des, thot bëna të faltorin se kësmet keme dënue. Jo thot më dënu s'ban kur qysh. Thot unë asë jam faltor, asë kam lidhe me fall. Po ti ke lyp i lash, më zbrit në pesh, unë ta kom gjet i lash. Ti për kundra zë do të më shpërbly. Ata që për një me kujtojnë vdekin ka njëherë, ju qkrijet ka pak do vjen. Kur ti kujtojnë zezat e, gjunat e, qalonën këtë bote, për ata ja vlen me kujtu ma shper vdekin. Ku shkojnë shpirtat e të vdeknëve? Ku jesin njerëz të vdekur? Nuk është let me dhonë përgjigje kësaj pyetje se mas pari do të me klasifiku njerëz. Sepse bota e Barzahit jena mundu sot një me gazu që jo botë, nuk o varë.
se me konë varë është problem më shpjegu. Po kur thojna varri është derë veç, e tani anë është gjanë, e është botë, kur thojna botë tani ka vend për tonë. Edhe kur thojna botë tani ka vend me i klasifiku se ki hapësirë sa dush. Jeta e varreza është sa dush hapësirë. Ka orë shumë hadithe kur të shtret njërin në varë, i qelet. Po tash, në hadith është i qelet dy anë të varët, po ti me shku su qelet ty. Jënë ata dhejë është tulla dikon dhe vene zidojnë. A do më thonë, po është keni kujdes se po folim gjithëherë për botë shpirtnore. Por që ta, kur të folim për botën e shpirtit, nuk e matëm me këta sytë tone, me këta blokat tone, me këta dhejën tone, është botë e shpirtit. Qashtu qysh me të kalzune ty, kur i ranë gjume e ka anër, qysh e ka anër. Botë e shpirtit është e, sonë me spjegu. Do më thonë, është botë, do të me i klasifiku gjithësysh njerëz. Mas pari, do të me qashtin e parë që kena shpirtat e pejgamberëve. E në elita e njerëzimit. Nuk janë pak ta, ka transmetime 124.000 pejgamberë. Ku janë këta? Pejgamberi kur ka bo Isra'në dhe Mirajën, ngritjen qeli, ka taku shumicën e shpirtave të pejgamberëve. Edhe ka shumë hadithe në cilat verifikohet që shpirtat e profetëve nuk rrinë tokë, rrinë qiell. Edhe varësisht pej mirësisë ose vlerës njërit ose tjetrit janë në për shkallë përpjet. Por që ta Hazreti Ibrahimin e ka po mas nalti pejgamberes. Do më thonë, shpirtet edhe kur ka dash me vdek pejgamberi, ka pas që gishtin dhe ka pas tonë, po du me shku të Zoti nalt, të Zoti i lartë. Që jep me kuptu që nuk u met në tokë po shku, aty u met trupi, a shpirti ka shku nalt. U mënu me spjegu sot një javë pse Jana selam varet. Pse është formë e botës bërzohi që i vdekje pranan selamin. Qyshe pranan selamin, nuk mundu me kuptu. Po i bjen kjo që i vdekni ka lidhje me varrin, në mënyrë sporadike ose në mënyrë pjesëreshme, po mos me menu dikur që është aty. Që shpo menojnë ana që me bonës në e disë vorrin ka, na e veç vorë jam me që këtë janë më këta, këtë mërmerë, veç kjo jam me. Smeret e me këto puna, a i s'ka lidhje. Te varrezat e kom haru me dhonë një këshilë sot një javë. Veç nëse e këshit marë për këshilë pëllonës, ose marë për këshilë s'pëllonës. Ama nëse pëtani sakt. Hiq pa fol me fej, po folin veç me vedije dhe me logjik të shnosh. Me shku te varrezat tona është një turp i madh i botës. Çfarë turpi? Këtu në qytet pak ma mirë. Në përgatune mas parit hajnë gjatë nëjt. O rrezik me dane i kulsheder, pej bërlogut, pej thera. O probleme i du të me vesh një parë qizmerat punës dhe i ngu me hi të varrezat. Kur të hish aty, me i ke vesh qizmet e punës dhe i të guni, e shen një varë mërmer krejt, e shen një tjetër krejt mërmer. Qita zotnit që i kam bu mërmer, ma miru konë, mi bo pak ma thjesht, e mi bo do pare krejt katuni, e mu qu mi thur varrezat, e me pagu një punëtor njerë në vetë, a gjdo muj, e me hek therat, e mi majt varrezat qysh në kohi, mi kosit. Këtë shkajsh të varrezat, mus me vesh qizme, po me shku në kunra. Që to duhet me ngritë që të vetë dije. Më falë, qëfar kuptimi ka gurt e vorit babes tanë në një malë që të hajnë therat? Qëfar, qa ke boti? Ma mirë të shinkonë varrezat e kosita, e të hiknë therat, e thurne, e krejt me konë pa gur, se krejt mërmer e gur tjeshum, e gur dekorum, e therat mysin. Unë e pëdhon si këshill, inshallah do në Zoti vëdësum. I na vëdësum me i thurë, në shumicën e fshatrave janë thurë. Tash duhet me ngrit vetdijen me i kosit me i mirë mbajt, varrezat duhet me i mirë mbajt. Tash e kena një faradeti në vijesh për i kallë, a keni? Për të imë. A keni pasë therës kalli se ma shpejt pashlajise. Po kjo është veprem, mi kallë varrezat është mas minimumisht është edukative. Ata shkencëtarë përdojnë musikallin sërnishta, se zbën, në varrezat. Plus asaj me bu mu kallë varrezat, dhe me kona ta gurë të bardhat shtrajt, krejt nëzihen. Krejt nëzihen. Përsa ta kishen mirë mu ngrit vetdia. Nere për gjithmonë shkojnë e për përendem, ata janë katolik, po në sandal dhe mund është me hine për varrezat e tyne. Qa që jenë mirë mbajt në mirë. Dikush për ju më thotë shtetit me bo këto. Ane e presim shtetit.
Presim shtetin, mas një 60 vite, na i mërë shtetin. Shpirtat e pejgamberëve në qiell. Shpirtat e dëshmorëve, kategoria 2, ka ardhur shumë hadithe që dëshmorët në jetën e berzahit e kanë një jetë veçantë. Kanë ardhur disa ajete që ka thonë Zoti për dëshmorët, bel ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Mos thoni për dëshmorët që janë të vdekur, janë gjallë te Zoti tyne, furnizohen. Qysh janë gjallë? Se dim. A janë gjallë si na? Jo, sigurt. Çfarë gjallërie? Gjallëri specifike e veçantë për dëshmorët. I kanë ndëru Zoti. E pse? Se kanë dhënë jetën për hir idealeve të mëdha. Edhe i kanë ndëru Zoti manush. Ka thonë surën Al-Baqara, bel ahyahum walakin la tashurun. Janë gjallë, po nuk e vreni, nuk mundi me vret gjallërinë ose nuk e zbuloni çysh është gjallëria tyne. Me gjas, edhe shpirtat e dëshmorëve janë në përqiell. Janë në qiell edhe shpirtat e dëshmorëve. 2. E treta. Para se në kalim të drejta, dikush për ju e bëni pyetje dhe që kjo pyetje është shumë rëndësishme me spjegu. Hoxh, ti po thu shpirtat rrinë në qiell. Po, dëshmorët po thu rrinë në qiell. Na pe lexojnë hadithin aty po thot shahidi hin xhenet. Na pe lexojnë aty hadithin po thot një grua i ka dhënë një qenie ujë hin xhenet. Apo? Na pe lexojnë aty po thot një grua e kam mbyll një mac, si ka dhënë me hangër me piu cof aty u hin xhenet. Pejgamberi po thotë xhenet ti po thu suhi. Ti po thu halam barzah. Këtë jetën e vareza. Qysh me i kuptu, krejta jetët në Koran, edhe krejt hadithet e pejgamberit, të cilat flasin për ditën e gjykimit në formën e kaluar. Tash po folim të gjuha. Ura shahidu hin xhenet. A ka me hin xhenet? Na po thojnë a ka me hin xhenet? A teksti po thot u hin xhenet? Aty tekstualisht me lexu po thot u hin xhenet. Aty po fol koha e kaluar. U pat hin xhenet ai, ka kry mohabetin. Na po thojnë a ka me hin xhenet. Krejt tekstet e fesë, kur të flasin për botën e tjetër, folin në formën e shumica tyne folin në formën e kaluar. Jo kanë me dalë njerëz ditë gjykimit, kanë mu bashku, po jo ndalë njerëz ditë gjykimit, e kanë mu llogarit kështu, jo ndalë, kry. Forma e kaluar. Qysh me spjegu qëto se që është një çështje që ka shumë nevojë kur të lexoni fen dikush thot çka ju kanë përziu e fetarëve kur. A ka me hi, as ka me hi. Aty po thot u kry. I fryn surit, ajo me laqja bëhat kiameti. U bë kiameti, po thot, Kur'an po thot ndodhi kiameti, ka më ndodh kiameti. Pse po përdoret koha e kaluar për mu shprehje e ardhmja. Janë dy shpjegime shumë rëndësishme, po besoj janë vlen me mos më i kalu që kjo, se kjo është një çështje që e lexoni për ditë. Po xhallarët janë nalë dhe i kanë dhënë dy shpjegime shumë rëndësishme. Shpjegimi i parë kanë thonë mas pari çështja ku njëri e kaluara e tashmja dhe ardhmja me gjitha lloje tash kutina në gjuna kina shumë lloje këtu, po kryesisht se tani kur ishte e kaluara gjuha joni ka një 5-6 trajta ose ku e kaluara të shkuara nuk i një mirë se janë gjyqtar. E kaluara tashmja dhe ardhmja. E ardhmja, a është e mshef për neve? Po. A është e mshef për Zotin? A ka të Zoti i madhnushëm, tash, dje, nesër? S'ka të Zoti kohë. Kohët janë për neve, aj i madhnushmi, kur të folë për kiametin, aj nuk folë se ka më ndodhë kiametin, aj e ka për para kiametin. Aj nuk ka kohë. Zoti nuk kufizohet në kohë, njerëz kufizohet në kohë. Na, me bo mu kufizu Zotin në kohë, nuk o Zot, me bo Zotin mos me ditë që ka nesra me prit, apo bohat kiametin, s'o Zot, ajo njeri me në herë. Apo kuptoni? Domthon, Allahu i madhnushëm, kur të folë për kohën, ai e thën ligjin e kohës edhe fol për të ardhmen në formën e tashme ose për të ardhmen në formën e kaluar, se për to është e kaluar kiameti, është i kaluar te Zoti. Kush ka me në xhenet, është e kaluar. Kreta e din kush është në xhenet, këti ka për para vetit.
Ai mas nej shtrohet një pyetje, mirë që vendi, te Zoti s'pas ka ku e qartë, shumë mirë pe kuptojna. E pse Zoti s'na ka fol neve, ai kur e ka ditë që na kena të lashe, që s'na ka fol. Kanë thonë ulemaja pse ka përdor kohën e kaluar për tashmen ose për të ardhmen. Kanë thonë njeriu prej natyrës tij më shumë i beson të kaluarës se tashmes, se të ardhmes, falni. Edhe njëherë, njeriu më shumë i beson të kaluarës se të ardhmes, se të kaluarën e ka jetu. Për shembull, ti je kon dje prezent në ngjarje. Sot është për ty e kaluar, veç ti beson i mirë për se aty. Njeriu të kaluarën e ka jetu, atë ardhmen më shumë i beson të kaluarës se sa të ardhmes, se të kaluarën e ka prek, e ka pa, e ka jetu. A është e qartë? Bili shkencëtarisht është një fenomen shumë i rëndësishëm. Shkencëtarët kur e kanë marrë me këshir trunin, kur njëri menon për të ardhmen dhe për të kaluarën, e kishin zbulut njëjtat zona dhezën. Njëjtat epicendra të trunit, kur menon për të ardhmen dhe kur menon për të kaluarën, njëjtat pika dhezën. Domethënë që ajo zona e trunit ku menon për të ardhmen, njëjta menon edhe për të kaluarën. Allahu i madhnueshëm e ka marrë kohën e kaluar me fol për të ardhmen, pse për arsye se nuk mund shprehet dyshim për të kaluarën. Se është shumë e saktë, është shumë e prekshme, e kemi jetu. Edhe e ka zgjedh formën e kaluar për me kallëzu për të ardhmen, për me fuqizu kuptimin se me të vërtet çashtu ka me ndodhur. Me të vërtet ka me pas kiamet. Me të vërtet ka me fut njerëz në xhenet. Ajo gruaja që i ka dhënë qenit ujë, me të vërtet ka me hinë xhenet. E ka përdor kohën e kaluar si kur u kry kjo punë mos e diskuto. Këta që zbesojnë tani, a ka mendo mos boksi pyetje pa lidhje, u kryaja ka me hi, o hi. Ka me hi për ne, a më të Zoti u hi. E ka përdor kohën e kaluar për me fuqizu kuptimin. Kjo është stil edhe gjuhës arabe. Qëto janë dy shpjegime, e para të Zoti s'ka kohë, edhe dyta e kaluara besohet më shumë se sa e ardhmja, edhe merret si formë për me vërtetuar ose për me verifikuar edhe një herë informatën më thellë. Çat lexoni tekstet tash, mos të lodhë më. Kur të lexoni u hi në xhenet, ka bisedu që të dini që këtë është për të ardhmen, u shprej me kohën e kaluar. Edhe për dëshmore morën vesh. Po shkojnë te muslimanët e thjesht. Ta muslimanët e thjesht tani janë shumë grupe. Ka pej tyne, ka pej musliman me shpirti ti shëtitit në për xhenet. Në hadith sahih është pejgamberi alayhis salam ka thonë: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعث. Shpirti besimtarit shëtitet në për xhenet. Në për xhenet është në për qiell. E tash qysh qiell në xhenet, se e sheh kur del në qiell e sheh çdo ditë vënien e tij në xhenet. Se na morë vesh në barzah, njëri e sheh vënien e vet, i sheh xhenetin edhe sheh eventualisht dënimin. Shëtitet në për qiell shpirti besimtarit edhe herë pe një pemë një pemë. Shpirtat e vdekëve të takohen. Jetë njerëz në varresa bisedojnë. Njerëz në varresa takohen me afërmit e tyre. Njerëz në varresa bojnë jetën mos i kanë ata që kanë vdekur. Se na kur vdesim thojna ku i la fëmijën, bre la burrin, u shkute vllaznia atje, shkute ata fëmijë të tjerë që ka pasur një më herë që ka vdekur. E tut na më bëni thon ktheu s'kthehet, se është më rata ne. Mos i njeriu kur të vdes, ka lënë botën e berzahit, por ata ka thonë një hadith shumë interesant i pejgamberit. E ka pa një gjenazë ty kalu. Se ka njohur kush është. Se ka i din kush është. Ka thonë ose ko ka rahatu, ose ko kanë rahatu pej ti. I ka thonë çaj vjen ke u rahatu, ko ka rahatu, janë rahatu pej ti. I ka thonë ja u rahatu vet pej gazeteve, hjekave, telashet soi bote që na bënën helas telashet. Edhe vdesa dhe i gjumë krejti janë rahatohet. Ose ko kanë rahatu për ti, u konë zullum qarë, rëpë mas pari rëpë të shpisë janë rahatu, shërë që desh në pështoj zotit. Ose ko i shia, zullum për i shive, desh e pashlajisi zotit ka tunin për ti. Ose ka post, pështoj korupcioni për ti. Ose pështoj shteti për ti, u rahatu shqyqyrë si desh. Ose shqyqyrë si desh se smyt mon njerëz. Do më thonë, u rahatun për tina, këtu po folë pejgamberi për dy bota, të mirë dhe të këqit. Të mirë të rahatohen, të këqit, s'po na interesën për ta rahatohem na.
Për që ata ka njëherë kur për marrëm dhe figura, e kina në një të lashet male, a u hi në gjenet, a u hi në gjenem, a diq besimtar, a s'diq besimtar. E kina një farë në gjarë e ma herët në që i kre pas, në ka pas dek njënit të lash, në ka pas bo, kumet aj. Po s'po në intereson kumet, i në ratu na. Po, selam aleikum, qyshe pas bo gjithë, shka pe bajtoni këtë muhabet, na, u ratu ma, s'kina mo të lashe. E ku shku aj e s'di zoti, s'është qështë jemo, u ratu, na më rëndësia na me pështu, na mu ratu prej, domave të ligave të tij. Tash po folim për besimtar. Ka besimtar, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jeton në Vareza. Ndërkohë del në qiell, po kthehet edhe përjeton ka pak dënimin në tokë. Për arsye se muslimant gjunaqart mëdhej që janë. Muslimant me gjuna shumë, sofale, alkohole, nuk u pendu dhe që ashtu. Kanë thonë ulemoja jeta e Berzahut është në ngjashme me jetën e pabesimtarëve. Zullumqart, gjunaqart edhe pabesimtarët në Berzajën njëjtë. Dënohen njëjtë. Kur shkojnë në xhenem tani veç një dallim e kanë, që ata përjetohen në xhenem me këta dalin. A dejtë xhenemi i njëjti fat. Çka i gjon ata i gjon edhe këta. Dallimi është që muslimanët gjunaqar dalin herë do vakt. Ata që s'dalin, po deri te xhenemi janë shku bashk. Për ata dhe ka shumë hadithe që po dënohet filani në varre, e ka thënë deg, e u kanë gjitë. Për ata na jap me kuptu që njerëz që dënohen, supozohet që dënohen jetën e ose mrena tokës, po flasin gjithherë për botën e shpirtit. Edhe dënim që nuk mundem me kuptu se s'është dënim materi. Megjithatë, supozohet që njerëz tek qi dhe njerëz e lig, e njerëz që kanë gjunaqar ose kanë pabesimtar, shpirtet e tyre dënohen, po nuk shkojnë nalt, dënohen poshtë. Sepse çështja kur thonë na tokë dhe qiell, kupton atë filozofinë e tokës. Kur thonë na qiell, do të thonë nalt. Kur thonë na nalt, do të thonë mira. Dhe na kur thonë u shku nalt ai. Na nuk e kena fjalën që u shku në Mars ai. Po u shku nalt, di ka punë të mira. Ai thonë na e përdorim, ai u boj ma u nalt u shku ai. Nuk ka që u shku nalt, ai se bo ki është në aeroplan sy, po ja me shkollë, ja me teknikë, ja me pasunia, ka u shku nalt. Edhe kur thonë na kanë erë Allah veç të poshtë po shkon. Ajo që po në tokë, po dëmek se ka të muhabete të mirë. Tash kur të folëm edhe për Berzahin, kur thonë na nalt janë burrat e mirë, poshtë janë. Tash këta poshtë, a janë mbrana tokës, a janë poshtë, nuk mundëm sakt me ditë, veç e dina që në jetën e Berzahit, të mirët janë nalt, të qitë janë poshtë. Kjo poshtë është me shkallë zëtësysh, me format e veta, edhe janë nalt, është me format e veta, pejgamber dëshmort edhe besimtarët. Mirë, pa ajo që më rëndësi është që edhe besimtarët shpirtet e ty në shëtitën e për qiell. Na ka mbet që këto janë kategori, domethënë pejgamber dëshmor besimtar të thjesht, edhe anën tjetër e kemi. Pa besimtar edhe besimtar gjunaqar janë poshtë, këto kategori tjera janë nalt, edhe tash kjo poshtë e nalt duhet me kuptu sakt, është çështje edhe deri në mos edhe alegori. Por na metet me pa shumë shkurt, a mundum ju bo hizmet dek në vajo, a mundum ju shëbyt dek në vajo. Këtë në hadithet që ka arë, për i pejgamberit a.s. 4 gjana, ose më fali, njëherë 2 gjana i bojnë dobi deknit. Gjana që i ka bo vetë, edhe gjana që i bojnë gjallë për ta. Gjana që i ka bo vetë, jënë 4, jo kretë, pra je falë, se desh nalet, ka gjëru, se desh nalet. 4 gjana, nëse i ke bo se e konë gjallë, ke më shkërblu dhe mas vdekjes. E para, ke zbulu shkencë, ose ke bu liber, ose i ke shërby njëzimit me shkencë. Qa e shkencë e shrydzoj njërë, dije, liber, informacion. E dyta, e ke lan një vlat hajrit këtë botë, lutët për ty, sa të egzistojnë fëmija, ty të vinë se vape. Po që ta, mëse logaritni me punu me fëmi humi kohë. E ne këpo, kur gjësë këmë bo, sot veç të shpia me fëmi, katastrofë. Që të pas ke punu mirë, me punu me fëmi, nuk humbje kohë. Jo Allah i kemë bo detyrat me fëmi, matematik, mi ka argju 2 orëve. Që ato jënë tuat, se ke punu me fëmi. Fëmi, e treta, kush jep një sadak, ose e bën një shërbim publik, që shfrytëzoj njerëz, a xhamia, libera, rrugë, a krejt hin, çdo lloj sadake
që është rrjedhse, që shfrytëzon publiku për to ki sevap. E ke prej një thërë se i ka pengu njerëz. Sevap. E ke shtru një rrugë, e dale ke hek një guri për rrugë. E ke mshel një vrim se bishin kerët aty. Sevap. E treta, e katërta në fali, është nëse e ke nis një punë të mirë, e ke fillu një sunet mirë. Qysh e ke fillu atë sunetin të mirë? A i keni posë tash që shpoj bujna varezat stash, veç po shtyjum kush ma shtrejnë. Njëni prej neve o fetari mire i meqëm, shkon e marrën një varë thjesht. E varë thjesht, ha? Jo 2 kamiona zale, cimente, po e merr një guri të kamp, një të kryt, pak betan, i shtin ata 2 gur, e prashit vorin, e mjell dhe barit mirë dherë, shkon e kosit e mon mirë vorin, qësh duhet, edhe katunit të pilqen ke vepër, quhën tonë e bojnë që tonë. Sa të gjallë e ka se vapin, se ka nis një punë të mirë, edhe tjerët e kam pasu. Nis një sunetet e mira, nis një punë të mira, letë për cilin tjerët. Sa të për cilin tjerët, për që ata Hazreti Muhamedi kanë thonë le moja, dhe në ditë kiametit, kush bën mirë në fejnë toni, shka 1% pejgamberi është i pari që i ka, qëtu jenë 4 tonat. Gjallë që mundën me bo për ty, janë 2 çështje shumë shkort. Për diçka janë të pajtimit ton, për diçka s'janë të pajtimit. Lutja është ton të pajtimit, që i gjalli më në bën për vdekun dhe i shkon. Edhe shumë hadith e keni, lutuni për vdekunit, se Zoti pranon lutjet. Edhe namazi gjenazë lutje. Kur të falim në xhamon, lutje. Domethënë kur des babe, se fal gjenazën, si ndërse mu lut për babën. Se namazi lutje. Njëri që fal gjenazën u lut për vdekunin. Për çeta në tekbirin e tretë aty thot hoxha është dua për të vdekunin, apo jo? E dyta, me dhon sadak për të vdekunit. Me 10 hadithe ka jenë ardhe kanë vetë pejgamberin. Njëni ardhi ka thonë ka dek nana rastësisht. S'na ka lënë asnjë amanet, po e kam bindjen që me pas vak me lënë amanet kish don jap një sadak. Me pas vak kish don jap një sadak. Ka thonë pejgamberi jap nëse i shkon sevapi për zvektin. Dakor edhe kjo. 2 u bon, tani në të pajtimit. E treta, a bë me shku në haqë për vdekunin. U arë një të pejgamberi ka thonë, a bë me shku në haqë për babën tem, ka thonë shka, se i pranohet. E ka po njonin në haqë të thonë, po shkojnë haqë për filanin, ka thonë, a ke kry për veti? I ka thonë ju, ka thonë, kryen një për veti tani, për azet një, për që ta duhet, a i që shkën për dikan duhet me pas kryne për veti. Dhe më thonë, ka raste kur haxhi shkën të vdekut, a i ka buj gjalli. E treta, e katërta, or njëri ka thonë ja Rasulullah më ka dek nona në gjysë Ramazanit i ka met me plotsu. Apo me plotsu i ka met një 10 ditë se u dek në gjysë. Ka thonë mi pas post nona jote se baba jote bash dikujna, a ja kështë kompenzu? I thot po pejgamberi, i thot po ja Rasulullah. Ka thonë borxhi i Zotit është ma meritor më kry. Për krejt çto ko hadithe veç një telashe lintash, a ba me lexu Kur'an për vdekjen. Ç'kjo është pyetja? Për cilën unë gjallë tani debati i madh. Pse unë gjallë debati i madh? Një pjesë e dietarëve kanë thonë kështu, nëse i shkon njërit namazi, zeqati, sadaka, e i shkon agjerimi, pse si shkon edhe Kurani, mos është edhe adhurim. Në këtë mendim është Ibn Qayyim për shembull, Ibn Taymi, shumica e ulemave janë me këtë mendim, që leximi i Kuranit është adhurim. Nëse shkojnë këto adhurime, do të më shkuë edhe ky. Po flasim me lexu Kur'an pa parë. Se tani kur bëhet me parë është mohabet tjetër. So halt me amicien që ne bazet këtë tjetër mohabet ku folum, unë po duam ja knu një të vdeknin një hat me mja dhuru hedije. Sipas shumicës ulemave, të e bo analogji me adhurime të tjera kanë thonë bën. Këta që kanë thonë s'bën e kanë ngrit një çështje shumë shkurt. Ka thonë pse muslimanët e parë se kanë bënë gjatë tij. Ose pse pejgamberi mas ju ka thonë agjëro për to, shkon hax për to, pse s'ka thonë lexo Kur'an për to. Këta që kanë bërë këtë pyetje, ju ka ikni informat shumë më rëndësi. Që kur ka thonë pejgamberi bëni dua për to, shkon hax për to, jap sadak për to, edhe agjëro për to, gjithë u përgjigj mas ju pyet. Nuk e ka dhënë informatën pa u pyet, po u pyet një herë tani u përgjigj. Ulemoja kanë thonë me pas shku dikush me vetë pejgamberin, a bëa me lexu Kur'an për vdekjen, më ia çu nanës një hatme ose babës një hatme. Kanë thonë ulemoja, mu ti shpyt pejgamberi u kish përgjigj po. Se në ato raste të tjera gjithë e ka bëu me përgjigje, e ka pyet edhe është përgjigj pejgamberi selam. Për ata e kanë marrë argument që
lejohet me lexu Kur'an për vdekurin, po flasim në gjendjen normale, ju më bo biznes. Edhe funit edhe njëherë është qëto të gjakët pja u kujtoj, a negativ kush ka mundësi me dhuru gjak, le të pret mas gjumoja kina një rast pak ma urgjent, Allah i shpërbej, selam.